Mbrëma të dashur shqiptar ku ndodhin i gjithë globin. Sot ka ndodhur nga policia, jo nga policia, por nga shefët e tyre kanë bërë një krim. Ka bërë një krim të organizuar nga serbët dhe nga sharlatani Edi Rama. Sidomos të dashur shqiptar, kanë bërë krimi më të madh që ekziston, Elton Alushi. Elton Alushi, dashur bashkëdhetar shqiptar, ka kohë që është drejtor i Tiranës të gjithë rajoneve, një hajdut, një kriminal. Po ashtu, dhe drejtor Shahini, i rajonit numër 1. Të dashur shqiptar, ne bëm një miting paqësor. Kur s'është bërë në tokën e Shqipërisë si sot, me qiri në dorë, udhëheqësat shefat e tyre, që ka vjedhur Shqipërinë për 35 vjet, kriminal, hajdut, rrugaç, në ndaluan dhe sidomos ndaluan makinën time, që s'kan të drejtë ta ndalojnë. Unë kam shumë emisione. Unë jam misioner, kryetari i Shpresës të Kombit dhe kryeministër i qeverisë teknike, që do t'i marrë me radhë këta dhe t'i shqoj në burg që t'i gjithë. Këta kanë goditur barigarët e mi, por me keqë kanë goditur ministrët. I kanë marrë zvarë, sidomos barigarden që e shpembësh, e kanë shtrirë për tokë. A herë unë do pyes gazetaren dhe ajo mund të më thotë, dhe më pas të dashur shqiptar, unë kam shumë punë për të thënë. Kam shumë gjëra që t'u them këtyre. Unë i dërgova drejtorit të policisë, e quajnë Elton Shahini, i thash, lëshoni sa më parë. Ju jeni kriminal. Ju ditën e fundit si ai gjarpri që ja shtypën kokën, fillon dhe lëviz bishtin. Zonja gazetare, mund të më tregoni çfarë ndodhi mbasi ika unë, se unë nuk isha aty. Mbasi ika unë, për arsye ika sepse 2 persona që desh të vinin tendrat para kryeministrisë, ata i kanë arrestuar. Dhe më thanë që do t'i lirojnë shumë shpejt. Ky ishte që unë hypa makinën për të dalë në televizor. Të dashur shqiptar, para se të pyes gazetaren, ju e shihni dhe vetë. Është me lejë. I ka dërguar lejë të bashkisë, me firmë, me recit nga posta. I ka dërguar dhe drejtorisë të rajonit 1. Me rregull. Sepse partia Shpresa Demokrate, dashur shqiptar, është e vetmja parti që është bërë me dokumenta dhe me gjyq. Kurse 2 partit e rrugaqve PD-ja spiune dhe PS-ja hajdut dhe agentët e serbit i kanë pa lejë. Për 30 e ca vjet i kanë përdorur zyrat. E kanë përdorur zyrën e komitetit partisë PS-ja. S'paguan as gas. Nuk paguan as elektrik. Mblidhen në pra ato zyra me rrugaqërinë. I përdorën për gjëra të tjera. Po ashtu dhe PD-ja ka marrë pasurinë e tjetrit. Dhe e shfrytëzon për 30 e ca vjet. Nuk paguan as drita, në të kundërën marrën nga $1 milion çdo vit. Pra unë po e pyes gazetaren, unë ika nuk i pash. Po të kishe qenë aty, do kështë folë shumë ndryshe unë me ata. Unë jam ushtarak, si që thash, e kam bërë qeverinë teknike, me ditë e kemi përshkuar, sepse këta kanë baruar një herë për gjithmonë. Zonja gazetare, ti ishe gazetare dhe ti ke imunitet, si gazetare që je, ke kohë që je, çfarë vepruan me ty, si gazetare? Si gazetare që unë isha në teren sot, gjatë mitingu ishte paqësor, nuk ishte as dhunë, as një gjë, përderisa ishe ty o profesor. Edhe nga protestuesit nuk patëm as një problem. Problemi që në lloj me pasi ju ikot, u larguat për të dhënë intervistën, për të bërë me dije popullit shqiptar se çfarë ndodhte,
Filloi policia të vinte dhunë ndaj protestuesve. Në radhë të parë ndaj një vajze të re. Barigarda ime, Ajo po. që është me dokumenta dhe u kam drejt të maj barigar sa të më doj biri qefit. Është ligj. dënuar dhe është tërhequr zvarr. E hoqën vajzën Zvarr është barigar, bodyguardën. policat, Policia. i hypën për sipër. Për sipër. Dhe madje edhe me ministrin e drejtësisë Ermira Zhurin është tërhequr zvarr. Janë tërhequr zvarr dhe unë, profesor. Atëherë unë po i bëj me dije. Gjithë Çfarë të kanë popullit dëmtuar shqiptar, ty? unë do ta them edhe atë do ta nxjerr. I bëj mbar popullit shqiptar që dhuna ndaj gazetarit nuk lejohet. Dhuna ndaj gazetarëve dënohet me 1 vit deri në 5 vite burg, sepse gazetari barazohet me mjekët, policët dhe të zgjedhurit. Ku e keni gjetur ju? Policia e shtetit, të dhunohe mund, një gazetare dhe nëna tona që s'bën asnjë gjë. Mund të pyetsh dhe barigarden që kam unë, mund të pyetsh 1 minutë, si femër që është, çfarë i bën? Përshëndetje nderuar profesor. Ajo çfarë më ndodhi mua sot nuk do t'i ndodhi asnjë të moshës time apo të një punonjësi që thjesht don të hajë një copë bukë apo është me djersën e vet. Ne jemi për Shqipërinë këtu, pavarësisht çfarë më ndodhi mua, kjo gjë për mua dënohet dhe duhet të dënohet, të merren masa, sepse një bodyguard e femër nuk mund dënohet nga 5 police dhe nga 2 polica që nuk kanë asnjë të drejtë më prekin me dorë. Më kanë nxjerrur krahun, jam e goditur dhe në trup, me shkop gome, më kanë hequr dhe zvarr, dhe ajo që kalova unë, mos pas fat askush ta kaloj më tej. Faleminderit. Mos u mërzit për atë, çdo gjë do rregulloj. Nuk ishim vetëm këto, Zonja ne gazetare. kishim. Pa. Ministria e Drejtësisë ka erdhur nga Italia për të shpëtuar kombin tonë. Ka marrë rrugë nga Italia dhe ka erdhur në Shqipëri për të ndryshuar ligjin. Për të bërë ligjin një për të gjithë. Çfarë i bën? Ti e ke parë me sytë e tu. Isha bashkë me ministrin e drejtësisë Ermira Zhuri. Ermira është tërhequr zvarr bashkë me Gjon Tuçaj. Dhe mua na kanë tërhequr policia zvarr na tërhiqni. Asgjë s'i bën. Asnjë gjë nuk i bën policisë. Thjesht ne kemi qenë prezent në këmbë, asnjë gjë. U afruam sepse po i vinin Gjonit, ministrit të shtetit. E dhunuan. Është vënë dhunë mbi këta njerëz. Çfarë bën? Po gazetare, Mbi këta është vënë dhunë, edhe është tërhequr zvarr 2 zonja të nderuara, sekretarja e grave, po unë do flas për ato, s'është nevojë. është dhunuar tërhequr zvarr Gjeni Aliçkaj, bashkë që është pranë shpresës së kombit dhe shumë e shumë të tjerë. Gazetare, Që nuk po i përmend dot, më më fal që tani. të ndërpres. Po. Dashur shqiptar, unë ishe që në fillim. Kemi vajtur në Skënderbeu për të desë qirinjt. Policia më doli përpara dhe më ndaloi makinën. Prej aty, policat na shoqëruan në mënyrë paqësore. Kemi rrugën dhe kemi shkuar drejt në kryeministri dhe në komitetin qendror që ka vrarë për 46 vjet dhe ka vrarë patriotët e Shqipërisë. E nuk bën asgjë gjërsa ishe unë. Dhe bilem unë e ngrita që do vijë në televizor për arsye se 2 persona, 2 punëtorë kishin ardhur për të ngritur tendrat. 4 tendra në kryeministria që të rrinin shqiptar deri në mëngjes në mënyrë paqësore, që s'ka ndodhur ndonjëherë deri në këtë histori. Po të dashur shqiptar këta në mësuar. E mësuar vrasën shqiptar. Po këtë radhë, po a them para shqiptarve, ka erdhur fundi këtyre. Ka erdhur fundi i hidhur i këtyre. Unë do të pyes dhe ministrin e shëndetësisë që ka ikur si fëmijë të dashur shqiptar në Itali. Është një nga juristët më të mirë në Itali. Ka erdhur këtu. Ka marrë rrugën. Ka erdhur 2-3 herë për të ndryshuar Shqipërinë. Sepse ajo është në Itali, jetën e të mirë e ka, po ka ardhur këtu për arsye se prindi, gjyshit e saj ka luftuar dhe nuk i di se ku i kanë koskën. Ka ardhur këtu për të rregulluar Shqipërinë, për ta bërë ligj një e përgjithë. Jo si kushtetuta shqiptare, dashur shqiptar, që e kanë bërë për veten e ty vjedhën bejnë se nuk hynë në burg. Kurse për shqiptarët po të hapi një pus për të pirë ujë 6 muaj burg. Mund ta pyesëm edhe ministren e drejtësisë
një femër shqiptare, një patriote nga Shkodra, por ka ikur shumë e re. Ajo mund të thot 2 fjalë vetë, çfarë të bënë. Mirëmbrëma, dashur bashkëdhetar, profesor, unë jam 33 vjet në Itali, ajo që më ka nollë sot nuk më ka nollë ndonjëherë në jetën time. Unë jam avokate si në shtetin shqiptar, si në shtetin italian. Përballem me policët në Itali për çdo ditë sepse puna jeme është e tillë, jam edhe avokate penaliste, ma ajo formë që na ka trajtu policia sepse unë shkova kur tërhoqen gjonin se në tonë botën, kur afrohet një gru, zakonisht nalen burrat. Për vetëm në Shqipni nuk noll kja gja, edhe për mu ka kanë çdo gja e të mërshme, si na kanë tërhek, më kanë shkel, më kanë shkapet, se ma kanë marrë gjonin për durë, se mundova me nalë gjonin, jo me nalë në policinë, unë thjesht dosha me kuptu, si avokate që jam si në Shqipni, si në Itali, me kuptu qa nolli, pse për na bashin një gjatë tillë. Do me dhe një ishte në mënyrë pajësore, se kam qenë dhe unë atje, Profesor, kur ju jeni largu, ato na kanë sulmu tanëve një kanë. Pasi u largova unë. Pasi jeni largu ju, ato na kanë sulmu tanëve një kanë fillu të marrë burrat, Gjoni nuk kam keni, kam pas sytë të Gjoni, e kam pas sytë, nuk asi gja s'ka ba, dhe unë ju drejtova policia, që lutëm zotrima, pse bani këtë gja, që ka nollë, Po, unë do flasë, të faleminderit për këtë. Na tha profesori me prit këtu. Mund të largojë një gazetarja, edhe ministria, unë kam hesape me këta horrat e tiranisë të dashur shqiptarës. Nuk ka ndodhur në historinë e Shqipërisë. Kemi marrë lej të Bashkinë e Tiranës dhe avokati ka qenë 2 ditë rresht. Po i dërgovi sipas rregullat të këtyre, i dërgovi dhe në post. I dërgovi dhe më dorë, është akuar sot në polici. Për herë të parë, i punoj si policis, nuk po e them emrin. Vizitova në telefon dhe më tha kemi urdhër nga 2 të mëdhenjt. Do të thot, drejtorin Ilir Prodane, bashkë me Elton Alushin. Dëgjoj me kujdes Alushi. Me ke marrë 3 barigardët brenda. E pa parë një histori. Edhe garda me lajmëroi që të më dërgonte barigardë dhe nuk e pranova. Sepse kam barigardët e mi. I ke marrë 3 barigardët. I ke goditur me shkop gone. Se shbërdoj njerë policit të ishë në resh, djemë të rinj. Shpresa e kombit, të ishë gonje me radhë të gjithë, nuk i kishën këpucët si njeri tjetri. Nuk i kishën kapelat si njeri tjetri. Kurse bosat e tyre, marrën miliona dollar, vila dhe hotele. Të dashur shqiptar ku jeni në tërë botën. Ne kemi 16 milion klikime. E pa parë në historinë e Shqipërisë. Shpresa e kombit e shqiptarëve. Ne vajtëm të vimi në qiri dhe do rrimi gjithë natën. Për të dhënë qirin që kanë vrarë 46 vjet me regjim bolshevik. Nuk lanë, tropoj, mirdit në malësi. I vranë patriotët e Shqipërisë. I vranë në Kosovë luftëtarët. I vranë Planet Beshin nga Tirana. Planet Beshin nga Kuvendi Popullor dhe sot shkruhet Kuvendi Popullor, kurse këta e thonë parlamenti. 46 vjet. Nuk lanë patriot pavrar, shkrimtar, jurist, inxhinier që kishën mbaruar të gjithë shkollën jashtë. I leminuan. I hapni gropat dhe fundit të gjallë për 46 vjet. 35 vjet. I vodhën shqiptarët. I dhanë pension nënave dhe pleqve që kanë punuar 3 jetën në për kooperativa, në për kolkoze.
në për rrugët, në për bukere, në për bushkonjat e Lushnjës, Qermë, Pluk, Gradisht, Grabihan, Gjaz, nuk unë goprën vetëm e Lushnjën, po dhe në Fjerë Shtyllas, Fermë Çlirimit, të dashur shqiptar. Pavarësisht se më 45-46 i intrenonin në përfshatra, gjesa bën kampin e intrenimit. Unë personalisht kam qenë në Kruj, kam qenë fëmijë i vogël, 6 ditë. Kam lidur në Burg, dashur shqiptar. Bas 4 ditë, në Naime e Quan në Kruj, në familja Emërlikët. Hallu atime, që ka qenë komandanti i ballit për të shqyruar Shqipërinë, e Quan e atë në Kruj. Të dashur shqiptar, hapën për herë të parë kampin e intrenimit të Savër. Ishte shinje të dashur shqiptar, po para Savrës ka qenë Tepelina. Unë kam qenë 6 ditë në Tepelin të dashur, pa ta fatë, që nuk di që kam sot, ti marë për para këta që kanë vrarë. Tepelin kanë dekur me mira e me mira patriot. Fëmijë të vegjël, gratë mbushinin me kurris, bani drut dhe i nxirnin për hajdutët, për Komitetin Qendror. Hapë në Shtyllas, hapë në me njerë kampet e përqendrimit, po nuk unë gopnë, sepse prindrit tanë i futën në përburje. Ishte mbushur kampi i përqendrimit me plaka, pleq, dhe me intelektual të edhe e ca vjetë. I vranë të gjithë. Shqiptarët prisnit dashur shqiptar. Erdhi 89-ta, dhenja e murit të Berlinit, që Amerika e rrëzoi, kam që edhe vetë prezent. Ahere u detyruam, e ullëm kokën, dhe kërkuam Rami Salin që të shpëton të shqiptarët. U hapën ambasadat nga Amerikanë. E nuk u vras një, se në qofë se Ramizi nuk e bente atë që tha Amerika programin, do t'i gjante si Rumuni, si qau shkesua me Elenën. Po e kuptovi, po nuk u vra njeri. Unë mbushë vapor, me fëmijë, nuk dini ku të vini, kotë s'kele kur, në përkampet e qëndrimit. Vajtën në Itali, në ajo Italia, që ky shalatani u letje punazën kryeministres të Italisë. Italianë, i kemi televizor të keni parë gjithmonë. U i dhe bukë si qenë, hisqin patriotët, djemë të ri, shpresa e kombi, hisqin nga vaporët në ujë të minit so bukë. Erdi ushtria Amerikane, i ndihmovi, i strehovi në për qytetet e Italisë. Të shumëti ikën në Amerikë. Pra, erdi në 10-ta, kam erdhë me 23 nëntor, dhe kam thënë në televizorin, në atë televizorin të mallkuar shqiptar që ndodhe dhe sot. Kam thënë si do njaj, do të talen me shqiptarët në përgjyqë. Do të shpjen nga e para më të dytë dhe zbresin prapë. As një shqiptar nuk ka marrë pronën e vetë, kurse rrugaqëria ka marrë pronat e pronarve real. Çfarë nuk ka bërë të dashur shqiptar? Çfarë nuk beri? I beri piramidat. Shqiptarët kishin vënë nga një lek në emigracion, që punonin si slave. Ja suall familjeve të tyra dhe mendoni se do t'ipin 1 me 3. Hapnin thesin rrugaqëria. Dhe thoshin, e dim sa ke, hidhi brenda. E dini që ishte provokim për të tallur shqiptar. Po nuk u ngopën me parat. Fillovi 97, 5.000 vetë.
Arritën në atë kohë kryeministri, presidenti, urdhovi që të shpinte në Vlorë 2 avion të elmonte Vlonjatën. Labrit që ka luftuar me shekull me grekët. Po si mund të harrojmë 44 që nga qamëria jonë dhe deri në ullishet e Vlorës, duke therrur grekët, po s'u ngopën me këta, me piramida s'u ngopën, me në theshtatën s'u ngopën, me naftën, ja dha serbe që ta bërë një ushqim për tanke, dhe për avion për të vrarë bosnjakët, dhe më në fund në 99-ën për të vrarë kosovarë. Po ju se harroni shqiptarë, kosovarë, familjet tonë, vëllezërit tonë. Nuk e harroni Qunjavi, që nga Kosova, krajina jonë, në Tropoj dhe deri në Korçë, në Përdëbor, Kalamajnë, që sot janë nga 30 e ca vjetë. Prapë s'u ngopën. Nuk u ngopën. E hollë në Gërdec, bombën atomike, për me i të vejtë. Të pangrenë, mbani një fyshekët, u vranë. Dhe talë që në përgjyqë dhe po i them, e sot, gjyqtare e more dosjen, hape nesër, arrestohe me ratë të gjithë. Po nuk u ngopër dhe me kaqë. Jo, 21 janari. 4 shqiptarë, ku sot ne vajtëm të dismim qirinj, për shpirtat e tyre, që akoma nuk janë tretur koskat e tyre. Po pse s'janë tretur? Sepse ishëm pa bukë, ishëm pa ujë, erdhë me nduanë se pëseja, bashkë me pëden, ju hodhi në kurth. Sepse të dyja janë njësoj. Të dyja janë të shqiptarë. I vranë. Ne vajtëm sot për të ngritur qiri në atë kuvendin popullor që janë vrarë. Ne vajtëm në komitetin qendror që bëshim planet. Edhe atje vumë qiri. Policia shumë bukur. Ikëm për aty. Policat të mrekullush. Djemë të rinj shpresa e kombit. Po çdo policie shëgojnë në syt. I menduar. I menduar se merë 600 euro, 600 dolar. Po le që merë 600 dolar. Po i ble vetë çdo gjë. Po t'i shëgojnë policat me radhë. Mu thye zemra. Nga keqësia që më erdhi. Kur pash djemë të mi, të ri, shpresa e kombit. Me këpucë të ndryshme. Sepse i muar parat për vetë. Po në programin e tyre në atë kushtetut serbe, e kanë që njëherë në vit të marrë rrok ekstra, që kur ka hyrë Dirama për 30 vjetë, nuk kanë marrë asgjë. Policia po punovi mbetëtor, duhet të marri dopull. Pra, policat me kokullur. E di që policat jetojnë bashkë me prindrit, me një dhomë. E ndajnë me qarqaf. Nuk po martohen djemë të ri dhe vajzat që s'kanë shtëpi. Kurse në qytetin e Tiranës, në Bashkinë, janë 165.000 hyrje që mbajnë kot që t'i shisnin. Pa le, kulla, do t'i kini ju o shqiptar. Do t'i kini ju o shqiptar. Po të dalë, një Elir Prodani. O Elir, lëshoj barigardët, se do besh pishman. Lëshoj ministrat, se ata ministrat do të dënojnë ty. Dënimi mirend është bi 30 vjetë. Me ke goditur barigardët, me ke goditur ministrat me urdhën, e Elton Alushit. Amor Elton, nuk ke ku vete. E në Sërbi të vish unë këtu do të sjellë. Po unë po e lajmëroj të gjithë kombi. Si që thash më para, kemi 16 milion njerëz që klikojnë e mezina presën për ta bërë Shqipërinë
i pash sot të gjithë, ishin me shpirt shqiptari. Ishin disni qirin, kujtonin familjet e tyre. Nuk kanë familje në Shqipëri të dashur shqiptar, pa një të vrarë, pa një të burgosur, pa një të intranuar. Të dashur shqiptar, që nesër do fillojnë arrestimet. Do fillojnë arrestimet, Edi Rama e ka me minuta. Dhe kur vajtëm në kryeministri, policat e shkret thanë, është Edi, ja 6 makina në rresht. Edi është futur, është fsheu. S'ka kuvete, vërtet. Nuk do të linje të shkonte në Amerikë që është dënuar 7 vjetë. Edi e prishe sot. E prishe sot se këtë 2 shokët e ty, Ilir Prodan dhe Elton Alushi. Po unë po i them dhe drejtorit të policisë të rajonit 1. Elton Shahini, lëshoj sa më parë, të mos jetë vonë. Lëshoj sa më parë që do besh pishman. Nësot të ka urdhuar Elton Alushi, një hajdut, një kriminel, një mizëkali. Nëse të ka urdhuar Edi Rama, thuaj më ka urdhuar Edi Rama. Po nuk jam i bidur që ka urdhuar Edi Rama, që e një pilin që shumë mirë. Unë ishe me ata. I ka për të dalë në televizor të them shqiptarve që sot po ndesëm një qiri. Dhe nesër në mëngjes do ngrimim flamurin. Flamurin shqiptar. Flamurin amerikan në atë shtyll para kryeministrisë. E do të ngrim aty kur janë vrarë shqiptarë. E pa parë një histori të dashur shqiptarë. Shqiptari i e për dhe kryeministri vret shqiptarë. Për karriken e tyre. Pa ata menduan të dashur shqiptarë se i shpërndan parat në përbot në të 500 person. Ne i dim. Unë nuk kam thënë që më parë, ne shikojmë çdo gjë. Unë nuk kam thënë që më parë, po e di pse të dashur shqiptarë, sepse janë ignorant. Janë nga familjet më të ulta. Nuk e dini që ata dëgjohet telefoni. Nuk e dini që mbrapa ishin njerëzit ku i fusin parat, në kë bunker, në kë magazin. Parat i matin me metrë kub. Unë po i them përsëri prektush. Lëshoj 2 barigardët. Barigardën që është femër e keni goditur. Dhe ata i keni goditur do më tregojnë kur të vini. Po më besoj. Se ata shkopin. Do vinë dhe ty. Do vinë dhe Elton Alushi. Do vinë dhe Ilir Prodani. Të kam thënë Ilir. Je djaliri Shqipëria kishte nevojë për ju. Po je bërë një xhanxar. Je bërë një që i fshin bëthën Edi Ramës. Një rrugaq. Një pa karakter. Ai s'është kurkush. Ai s'është kurkush. Ai shumë shpejt. Dhe që sonte ne do t'i pregatisëm pra i të shkon në burg. Kurse Balluku shkon nesër në burg. Pra e tha Edi Rama që unë nuk e heq Ballukun, po e lëpivi. Pra bërim mbledhjen partije. Dhe nesër e ka kushtetuta. Po kushtetuta s'ka pun fare. A e dini dashur bashkëdhetar shqiptar, kryeministri s'ka imunitet, sepse nuk është zgjedhur nga populli. Është zgjedhur nga kuvendi, nga rrugaqët. Çdo ministër nuk është zgjedhur nga populli, nga shqiptarët, por është zgjedhur dhe emëruar nga një matuf president që mbulon Skënderben kur vjen turku. Ere fundit. Ilir Prodani lëshoi sa më parë që ata janë shqiptar. Elton Alushi lëshoi dhe kërkoi falje. Sepse
këtë radhë, të karen sharra në Gozhd, të karen sharra në ministrat janë patriot, të karen sharra në Pilinqi. Pilinqi i një mirë qeverin, shumë mirë. Pilinqi i di ku i kam fshehur parat, do t'ja popullit shqiptar. Pra, nesër në mëngjes, dashur shqiptar, e janë nga Tirana, e janë i të ngrejnë flamur, e le të dalën po të duan, këta alushët, estralushët, këta prodanët, e lirë prodani. Unë nuk e njoh mirë Elton Haxhin, Shahini, më falni, Elton Shahini, drejtori i policisë të rajonit Gjën. Zoti Elton, nuk t'i njoh, do t'i njoh në pas 10 minuta. Kush e ti? Edhe ku e ke pirë dhe qumshin e nënës që të gjithve. Lëshoj njerëzit që ke marrë ministrat, ke marrë barigarët e mi, që ate jam barigarët e mi, që unë jam diplomat, që unë jam që nesër shumë shpet do të jem kryeministri i Shqipërisë, për të bërë vota të lira, për të zgjedhur 80 deputet dhe 41 senator. Unë kam përgatitur dhe 3 drejtori. Drejtoria e policisë, nuk do iknin polica, po do të ngrihet rroga. E di kush do iki? Pash një 2 kokbardh atje që ka qenë kapteri i Enverit. Ata do iki. Ata nuk kanë vend aty. Këtu kanë vend vetëm rinia dhe intelektualit shqiptar. Këtu nuk kanë vend me bolshevik. Dhe nuk kanë ku vend. Të dashur shqiptar, t'jeni të sigurt. Të gjitha i do hyrë burg. Do t'jetë si ligji kanunit. Ashtu si është dhe në Amerikë, në Texas. Do të kenë 2 metro zinxhir në përkemb. Do të kenë 1 metro zinxhir në dorë. Dhe kasma të bëjnë rrugët, të hapën rrugët në malësi, të kontrollojnë autostratat t'i pastrojnë, që t'i shihni ju se që kanë bërë këta. Dhe kombinoshje do t'u apresëm me gësherë. Këta janë rrugaqë. E njëherë Alton Alushi lëshoj dhe kërkoj falje ministrave dhe 3 barigardave. Me ka arrestuar shumë ministra. Me ka arrestuar një patriote nga Tropoja, që është ministre e grave të Shqipërisë, që fliste si bilbil para policisë. Policia me kokullur. Aty ishte edhe një kapiten me 3 y, zot një burr, i menduar. Me erdhi dhe më tha, Pilinqi kam urdhër. Po ashtu një tjetër, Mëzurin në Gjoks, që deri më sot të dashur shqiptar, nuk më ka prekur njëri. Po, më ka rraur, më ka bërë arrest shtëpie, kur kam qenë i vogël në përkampin të trajnimit. Mi kanë thyer dhëmbët bolshevikët, por që kur kam shkuar në Amerikë, nuk më ka prek njëri në Gjoks. Por për Siria falë, ishte polici thjesht, i kishte dhënë urdhër. Por që t'i rraj barigarët e mia, kanë bërë një gabim që nuk lahet. Unë nesër po t'i thres 1 milion njerëz, më ka lejmëruar gjithmonë që të bëni demonstrat, po kam thënë jo demonstrat. U thash dhe sot kush prek një polic të arrestohet dhe të shkoj direkt në burg dhe qelsat e tij të idhen. Policia në botë në Amerikë të dashur shqiptar është simboli. Nëse s'ka polica me një shtet, ka mbaruar ai shtet. Nëse nuk paguajnë mirë pensionistët, ai shtet ka mbaruar. Se kanë punuar të jetën të shohin një ditë të bardhë, të marrin $600. Por nëse goditet një profesor, një arsimtar, i kam dëgjuar dhe kam të dhënë të dashur shqiptar. Arsimtarët i mësojnë nxënësit, i vënë këta të quajtur deputet dhe i thot pse më prek djalin tim. Unë mbaj mend kur ishim të vegjël. Kur ishimin profesorët e mësuesit, ndërromim rrugën.
rrimim gatitu, të mësomi, familjet tona, mbar Shqipëria. I thoshin mësuesit profesorit, nëse djali tim o vajza ime nuk mëson, ta mbash derisa të mësoj. Kjo ishte kultura. Unë të tregoj dhe një shembull të dashur bashkëdhetar. Prej 91 deri në 98 që kanë erdhur në Amerikë. Kanë dalë student të parë, sot janë inxhinier, sot janë profesor, sot janë doktor. Kurse ta që vinë tani janë pa shkollë. Sepse profesorët, mësuesit, janë sekserët e tyre. I kanë marrë diplomat në plepi. Unë mbaj mend kur bëjmë provime, dërsishim, domi mësiesi ta bente më mirë. Kurse sot i jep $2.000 rrugaqërisë, të jep një diplomë, një patent. Qëllimisht u japën patenta që të vriten në për rrugë të dashur shqiptar. Por fundi këtyre erdhi, të gjithë do arrestohen. Të gjithë ministrat e Edi Ramës. Komplet, pa preashtim. Kryeministria. Shikohet 24 orë lëvizje dhe të vogla. Një sharlatan. Kishte 5-6 makina të policisë. Dhe më thanë, amani, mos të dalem para kryeministrisë, se është kryeministri. Më thash policia, pa ishën rrugaqë. Në të do të e zvarë. Aty në Skënderbeu. Edhe t'i them populli shqiptar e kini në dorë. Bëja një gjyqim popullor. E njëherë e në fundit. Lëshoj sa nuk është vonë. Kërkoj falje ministrave. Kërkoj falje barigarëve të mi. Po ashtu ke marrë dhe 2 persona që erë që të grini tendën. Pa qezi, nuk kini torp. Po mirë, ato tendra që i gre Edi Rama edhe Berisha. A e pat që s'kishte as një gazetar se kanë frikë, sepse janë gazetarët e tyre. A i shikoni se gazetarët që kanë qenë dikur spiuna, që dëgjoni në përdritare, marrën nga $20.000 në muaj. Kurse gazetarët e rinj, që janë në teren, shpresa e kombit, vajza, djemë të rinj, nuk i paguani. Sa ko keni që si ka paguan klani gazetarë? Sa ko që si paguan 24? Top Channel, A2, Vizioni Plus. Kanë hapur gazeta dashur shqiptar, por u erdhi fundi. Kanë vila, kanë hotele, shefat e policisë. Të dashur shqiptar, unë nesër, si ta shoh punën, unë mund të thres që të vinë nga të gjithë bota. Më kanë lajmëruar, jemi gati. Dhe nuk ke vend ku vete o Elion Alushi, o Ilir Prodani, që ke urdhuar Elton Shahin, që i arestovi dhe goditi kur i ka unë Afrika Cak. Sa i ka unë për të erdhur në televizor, për të thënë shqiptarëve të mi kudo që po më dëgjojnë. Në Amerikë është gati ora 3, edhe këtu po vete 9. Që po dëgjojnë me mira njerëz. Kur dalën rrugaqët, Edi Rama, Palo, deputetët, për 2 orë, 38 vetë. Kur del shpresa e kombit, 3.000 like, 100.000 mbas 2 ditë në TikTok, në YouTube. Ne i kemi gjitha dashur shqiptarë. Vetëm në YouTube 8 milion, qofse ke zotni, mund të nxjerrësh në minutat e fundit. Shikoni dashur shqiptarë, 8 milion njerëz që në ndjekën, që e duan kombin shqiptarë. Kanë erdhur ministrat nga Italia, ka erdhur zonja ere, avukatja më mirë në Itali, ka erdhur të ndryshoj Shqipërinë. Ka ardhur ministri jashtëm, që e keni futur brenda. Ka tregtin në Itali, po jo, s'është i kënaqur. Erdhi në tokën e Shqipërisë, familjen e Kalen, do të sjellin shumë shpejt. Të gjithë kanë erdhur nga Amerika, e ke aty. Ka ikur që fëmijë i vogël, ai do të jetë drejtori.
i policisë sekrete. E ke në burg. Është Amerikan. Ti s'ke drejt të prekësh Amerikan me pashaport amerikane. O cop ignorant. Po si e godet Amerikanin. E ke marrë zvardh dhe ke futur në fagon. Për këtë do mbash përgjegjësi. 3 veta do mbajnë përgjegjësi. Jo polica. Policat janë të fotografuar që ju i detyruan. Po si more goditët gazetare? E keni coptuar në krah. Që kur është sërbe. Aq keni bërë ju këto 35 vjet. Po erdhi fund. Shikoni dashur shqiptar. Vetëm në Shqipëri 4.927.000. Vetëm në Greqit të dashur, më falin, në Itali 1.300.000 veta që në ndjekën. Që janë gati të vinë, po të u jap një sinjal. Shikoni në Greqi, të dashur bashkëdhetar shqiptar. Shikoni në Greqi, 629.000 shqiptar. Shikoni në Amerikë, të dashur shqiptar, 525.000. Kudo? Në Londër, në Maqedoni, Maqedonia jonë. Shikoni në Francën e mallkuar, të dashur shqiptar. Kudo janë? Nëse unë i lajmëroj të dashur shqiptar se duan të gjithë po u thash, paqe, të ndezëm qirin, të vejmë flamurin shqiptar në shtis, të vejmë ta ulëm më darkë dhe ta ngrem në mëngjes. Kurse flamurit shqiptar nuk i lëvizën, janë qarë, janë prishur, shqiponja me kokë më janë, talen me shqiponjë, po erdi fundi. Erdi fundi Elton Alushi. Erdi fundi Ilir Prodani. Erdi fundi Elton Shahini. Unë e di që të kanë urdhëruar. I lëshoni sa më parë, por ndryshe nesër do bëhen një pishman. Do mbushet Tirana me 1 milion njerëz. Do vi tër Kosovo, tër Maqedonia, do vi tër Greqia, tër Italia. Këtë që dëgjuan sot, që keni goditur gazetare, që keni goditur barikarët e mi, që keni goditur ministrat që do të shërbejnë populli shqiptar, janë slevë. Të dashur, natë e mirë, me sytë lëlot, nuk e pandeva, që do të benin mbasi i ka unë. Si ishe unë, ishen me buzë në gas, qeshni, u kënaqnë, me qiri, u thash dhe polica vendesri qiri, që erdi koha juaj, sa i ka unë në makinë, për të bërë intervist, për të thënë popullit shqiptar, se që po bëhet në Tiranin. Se populli shqiptar po i pret për të arrestuar. Tiranë, nesër po të lajmëroj, ngri unë të gjithë. Mbushti bulevartet, edhe shefat e tyre, zhdukini, sepse u kanë vjedhur. U kanë prishur dyqanet, dashur shqiptar. I kanë prishur qëllimisht ambarellat tuaja që kishin bregdet, që të bernin dje para. Por nuk është vetëm kaq. I kanë prishur qëllimisht që të mos vinë turista, që të shkojnë turista dhe Greqi, të vejnë në Francë, në janë miku tonë shekullor. Aman, me ditë sa tëftohet, do zjej Evropa, do zjej Franca, Ingiltera, kurse ne do qeshëm për atë që na kanë bërë, për atë që na kanë coptuar, për atë me firmën e Churchillit e të Stalinit në luftën e dytë botërore. Por nuk është më ako. E kemi ne atë firmën, e kemi ne lapsin të dashur shqiptar, e kemi ne Qekan, e kemi ne Chelsea. Amerika është me ju. Ne jemi Amerikan. Unë jam Amerikan. George Bushi është shqiptar. Presidenti i parë shqiptar. 4 presidentë shqiptar në Amerikë. Pra të dashur shqiptar, bë prisi nesër, pa marrësi se u dalë mbi 6, por mund të dalë urgjent në mëngjes. Shikoni të dashur shqiptar dhe do të thresë që të vinë komplet emigrantët. Do të vinë e do të shikojnë
këta Pisa, Elton, Alushi, Ilir Prodani, mos i lësho, po deshe, çdo të njaj. Natë e mirë, dashur shqiptar, të më fali që ngrita zërin. Po këta nuk e kanë vetëm me zërë, dashur shqiptar. Këta e kanë aty në Skënderbeu t'i bësh pastërma. E dini vetë çdo bi populli shqiptar. Natë e mirë, dashur shqiptar. Natë e mirë, vëllezër e mi, që e dëgjuat këtë dëshpërim, që e dëgjuat që ranë gazetare, që e dëgjuat që ranë barikadë, që e dëgjuat që ikin zvarë ministrat e paparë në historinë e Shqipërisë. Natë e mirë të dashur shqiptar, e di që nuk do të zeri gjumi, e di që në Amerikë nuk do vini të flini, se përpse prindrit tuaj, vëllezërit tuaj i hoqën zvarë sot. Natë e mirë të dashur shqiptar.